Ndoshta e vetmja shpresë ka mbet te gjykata kushtetuese ose eventualisht te një ftesë tjetër e partive politike që ishtë dashme ndodh nga presidentja për më mujt me dal për kësaj. Mirë po që e kom pa edhe u bojnë 23-4 herë tash që po vim këtu. Vjen keq edhe për qytetarëve edhe për njerëzve që po rrinë presion edhe për juve besa. Nuk kemi mujt me ardhë te një zgjedhje. Kjo në është ta kallëzon mos afinitetin ton edhe kohë ma përpara, sepse si duket neve vish na kanë nejt gati shtu ambasada e kështu se kur këta politikan, apo na si politikan, nuk kemi mujt mjë dhonë orientim momenteve politike asë njëherë, po vish na kanë nejt gati. Më thonë, është me të vërtet për me të ardhë keq, edhe nina keq edhe si deputet e si përfaqësues, për mos më pas mundësi ose afinitet ose zotësi me umledh shqiptar, njerëzit e delegum e zgjedhën me pru porosinë e qytetarëve në kuvend Kosovës, edhe problemi më i madh është që s'po kem as fjalë, nuk po mujm as më fol. Në kuvend do fjala, për me gjetë një zgjedhje ose diçka. Po këta tashin fushat elektorale, s'po mujn as më morr vesh, edhe po thonë që është opsioni më i mirë këta partner tash, në kohë që janë partner, se s'po dihet as, se s'po votojnë as nisma për ta. Unë e kom thonë shpesh, njëna person që si pajtus, edhe e kom thonë që njeriu që e ka të kalumen e tiju që ke për mu nuk paraqet, do më thonë nuk muj më full keq. Do më thonë e kom konsiderat ato, e kom kështu këgjanel si parim. Edhe nuk kom asë një kundërshtim. Kjo paga bazo, se po menuin do që na e mi orë shpesh, aty morëm me ditje, grumullohen, aty parë nuk është e vërteta, jo? E kom një pagë, dhe pagën normalisht që duhet na me arshetu, me veprime. Dhe më thonë, përshta jemi thiru, përshta jemi zgjidhë, për një 1500 euro. Dhe deputetve pa, se pa komisione, pa që aty rritët pak.